SPAK godet policinë e shtetit. 70 efektiv të hetuar e gjykuar. Kush mban përgjegjësi? Kreu në ikje i SPAK, Altin Dumani, dha sot ndoshta deklaratën më të rëndë të viteve të fundit. Mbi 70 polic, nga patrulla e thjeshtë e drejtues të lartë, janë kapur në korrupsion dhe lidhje me grupe kriminale. Dhe kjo nuk është statistik. Kjo është aktakuz për një institucion të tërë. Ndërkohë policia e shtetit drejtohet nga Ilir Proda, në një periudhë ku skandalet me uniforma blu janë kthyer në normalitet, jo në përjashtim. Dumani nuk përmendi emra, nuk kishte pse. Faktet flasin vetë. Shefa krimesh të arrestuar. Drejtues kufiri të implikuar në trafik. Oficer në nënhetim për drogë, korrupsion dhe bashkëpunim me banda. Dhe ndërkohë, çfarë bën drejtimi aktual? Asgjë përveç se mban një polici që ka më shumë lajme të zeza se rezultate. Mos harrojmë, arrestimi i Alti Morinës, mik i ngushtë i kryepolicit Proda, çoi në shkrirjen e të gjithë komisariatit R2 në Tiranë, sepse policët zbatuan ligjin dhe prekën njeriun e gabuar. Ja deri ku ka mbërritur sistemi. Dumani ikën më 18 dhjetor, por mesazhi i tij është një shuplak për të gjithë zinxhirin komandues. Askush nuk është i paprekshëm. Dhe sot, pyetja është vetëm një. Kush do mbaj përgjegjësi për një polici që prodhon skandale pafund? Sepse korrupsioni nuk është virus që vjen nga qielli. Është pasqyrë e drejtimit.